Përshëndetje. Në episodin e sotëm do të flasim për një argument shumë të rëndësishëm, për pijet energjike. Kohët e fundit në New York Times janë publikuar 2 artikuj të cilat flasin për këtë problem. Në radhë parë flasim për një adoleshent 14 vjeçar rus, faktikisht janë të 2 rastet në Rusi, i cili përdorte 3-4 pije energjike çdo natë për të qëndruar zgjuar, sidomos gjatë pushimeve dhe fundjavëve, sepse i pëlqenin shumë videogjokët ose video lojrat. Pas disa muajsh konsumi intensiv, ai u rrëzon në tij papritur. Çfarë zbuloi autopsia? Zbuloi një aritmi fatale e shkaktuar nga kafeina në sasi të larta që përmbajnë pijet energjike. Kombinimi me gjumë të pamjaftueshëm dhe stres kronik. Ky ishte shkaku. Prindrit sigurisht që humbën djalin patën një mesazh publik ku askush të mos jap të lloj pijesh fëmijëve sepse nuk janë lodra. Ekspertët çfarë zbuluan, sidomos kardiologët, treguan se adoleshentët janë shumë të ndjeshëm ndaj stimuluesve, rreziku rritet kur konsumohen sidomos në mbrëmje, kombinimi energji, videogjoke dhe pagjumësi është një katastrofë për vetë zemrën. Kështu që po ashtu artikulli thekson që ka shumë raste në rritje që shkaktojnë shqetësime të mëdha deri në humbje jete, sidomos në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu është rasti i një 22 vjeçari nga San Pieterburgu, i cili konsumonte 2 deri në 5 pije energjike në ditë, shumë herë i merrte me stomakun bosh. Për disa javë ose mbas disa javësh dhe muajsh, ai zhvilloi dhimbje të forta barku, pankreatit akut, dëmtim pankreasit deri në nekroz, pra në vdekje të një pjese të pankreasit, pastaj dobësi ekstreme, parezë të këmbëve dhe paftësi për të ecur. Është shtruar në reanimacion dhe nuk ecën dot, po punohet që nëpërmjet riabilitimit dhe trajtimit të ketë mundësi të kthehet përsëri mbi këmbët e veta, por kjo është për të vlerësuar me kalimin e kohës. Pse janë shqetësuese këto 2 raste? Janë këto 2 raste dhe le të shikojmë problemin në sy, si mund të themi. Çfarë janë pijet energjike, rreziqet që ato kanë për shëndetin, sidomos te të rinjt. Fasha më e rrezikuar janë fëmijët dhe adoleshentët. Pijet energjike janë pije jo alkolike që zakonisht përmbajnë kafeinë në doza shumë të larta, sheqer në doza shumë të larta, taurin, guarana, ginseng dhe substanca të tjera stimulante, po ashtu grupin e vitaminave B dhe aminoacidëve të ndryshme. Këto janë përbërësit e pijeve energjike, por janë në përqendrime shumë të larta. Ato rekomandon si pije që rrisin energjinë, përmirësojnë përqendrimin dhe zgjasin vigjilencën, për shembull gjatë studimit të dhënies së provimeve ose për personat që punojnë natën, kanë punën me turne. Në realitet efekti i tyre është i përkohshëm, ndërsa pasojat mbi shëndetin mund të jenë edhe fatale, shpeshherë, sidomos kur konsumohen shpesh dhe me sasi të mëdha. Po pse janë të rrezikshme pijet energjike, gjithmonë duke qenë të pakontrolluara, se kur aksesi sasia e tyre e madhe përdoret e pakontrolluar. Janë të rrezikshme sepse këto pije energjike përmbajnë, siç tham, shumë kafeinë. Një pije energjike, një kanaçe, përmban më shumë kafeinë se sa një filxhan me një kafe të fortë. Plus ka burime të fshehta, siç tham, përveç kafeinës, edhe vetë guaranaja ka përqindje kafeine, pra akoma më i madh përqendrimi i kafeinës në këto lloj pijesh. Tepritja e kafeinës çfarë mund të shkaktojë? Është një stimulues që rrit rrahurat e zemrës, rrit punën e zemrës. Është njësoj sikur ne të vrapojmë gjatë gjithë kohës, jo të ecim normalisht. Edhe zemra është një diçka që sa më shpejt ta bësh punoj, aq më shumë do të konsumohet dhe do të lodhet. Pra shkakton takikardi, rritje të presionit gjakut ose të tensionit gjuhën e popullit, çrregullime të ritmit të zemrës. Mund të çojë deri në aritmi vdekjepruese si në rastin e mësipër, ankth, nervozizëm, agresivitet, dridhje duarsh, pagjumësi, lodhje dhe këputje. Janë të gjitha pasoja që mund të jenë nga dozat e larta të kafeinës. Sidomos në persona të rinj që mund të kenë një sëmundje të trashëguar kardiake, që nuk janë identifikuar sepse nuk kanë shfaqur asnjë shenjë akoma, mund të jenë fatale këto lloj stimulantësh. Sheqeri i lartë, shumica e pijeve energjike përmbajnë sa 8 deri në 12 lugë çaj sheqer. Pra, në një kanaçe ti ke marrë 12 lugë sheqer
pra lug çaj. Çfarë shkaktojnë? Rritje menjëherë të glukozës në gjak. Dhe themi gjithmonë që rritja e glukozës, mos kontrollimi i glukozës është një nga faktorët kryesor për sa i përket diabetit. Rrezik mbi peshe, obezitet, dëmtim të dhëmbëve, sheqeri gjithmonë, dhe kur ishin fëmijë tan thoshin mos ha sheqer se të prishen dhëmbët, dhe është e vërtet dhe nga ana shkencore. Kombinimi me kafein i sheqerit i jep një energji të rreme që pasohet nga një rënje e forcës, nga një kresh, nga një lodhje, nga një këputje. Po ashtu për zemrën dhe ende gjakut, çfarë rreziku kanë këto stimulant? Rrjetet e zemrës tanë bëhen të çrregullta, aritmia. Presioni i gjakut rritet jashtë mase, shtot rrezikut për aritmi dhe infarkt në persona të rrezikuar. Kombinimi i pijeve energjike me aktivitet fizik intensiv, alkool dhe pagjumësi kronike e rrit dukshëm rrezikun në disa persona ose në disa fasha të caktuara. Po ashtu ato mund të dëmtojnë pankreasin, mëlçin dhe sistemin nervor qendror. Në çfarë mënyrë? Shkaktojnë, sidomos kur është konsumimi i shpeshtë dhe i tepruar i këtyre pijeve, pankreatit akut, për shkak të kombinimit sheqer, substanca stimulante, alkool në disa raste. Dëmtimet mëlçis, çrregullime neurologjike, nga të dridhurat, nga kriza ankthi, nga çrregullime të gjumit, deri në kriza konvulsive. Mund të shohim dhe ka pasur shumë raste të kriza konvulsive të fëmijëve para lojrave, kur kalojnë me orë të tëra, dhe imagjinoni edhe kushtojmë dhe pijet energjike se çfarë mund të ndodhi. Grupi më i rrezikuar thamë që janë adoleshentët, fëmijët dhe adoleshentët. Janë të ndeshëm ndaj efekteve të kafeinës dhe pije energjike, sepse janë në zhvillim akoma. Indet e tyre janë në zhvillim, organet e tyre janë akoma në zhvillim, janë shumë të ndjeshëm dhe janë më kollaj të stimulohen edhe me dozat vogla. Imagjinoni dozat që kanë këto pije energjike. Dhe çfarë psojnë? Siç thamë, rrahje zemrës shumë të shpejta, çrregullime të ritmit të zemrës, çrregullime nervore, agresivitet, ankth, pagjumësi, rënje e përqendrimit në shkollë, varësi psikologjike, nuk ndihen mirë nëse nuk pinë pije energjike, bëhet si mund thua një varësi, një lloj si drograt. Pagjumësi kronike dhe lodhje çdo ditë e më i këputur, i përgjumur. Prandaj, shumë shoqata pediatrike dhe kardiologët rekomandojnë të mos konsumojnë pije energjike nga fëmijët dhe adoleshentët, për arsye të mësipërme. Çfarë mësimi mund të nxjerrim? Edhe për vetë qytetarët. Mos i konsumoni pije energjike për të zvendësuar gjumin. Mos kombinoni pije energjike me alkool, mos konsumoni disa kanaçe pijesh njëra mbas tjetrës, sepse dozat janë shumë të larta. Është njësoj si të marrësh një medikament, do të marrësh në vend të marrësh terapinë e përditshme, do marrësh 2 fishin e terapisë, sa herë që ti po merr terapinë. Efekti do të jetë dopjo. Lexoni etiketën, shikoni sa miligram kafeine dhe sasi sheqeri ka, po t'i vini re, shumë thuhet kafeinë me doza të larta. Jo, kërkojmë me miligram, sa miligram janë për të kuptuar çfarë efekti më jep. Sidomos në personat që kanë probleme kardiake, hipertension, diabet, epilepsi, çrregullime të ankthit, konsultohuni me mjekun. Mos përdorni pijet energjike, sidomos njëra mbas tjetrës. Për fëmijët dhe adoleshentët, pijet energjike nuk janë për ta. Adoleshentët nuk duhet i përdoren për të qëndruar natën pa gjumë, për të luajtur videogjoke ose për të mësuar. Nuk është e këshillueshme. Prindërit duhet të jenë të kujdesshëm, të kontrollojnë çfarë pinë fëmijët e tyre. Sidomos kanaçet me dizajn që janë tërheqëse dhe shiten thjesht si pije freskuese. Kanë efekte në bazë të përbërësve që ato kanë. Kur duhet të shkojmë në urgjencë, nëse ne na ndodh një komplikancë, nëse ne na ndodh një pasojë, nëse pas konsumimit të pijeve energjike shfaqen dhimbje të forta gjoksi, rrahje të shpejta të zemrës ose çrregullime të ritmit, vështirësi në frymarrje, dhimbje të forta barku, të vjella, të përsëritura, konfuzion, humbje ndjenjesh, lipotimi, gjendje lipotimie. Të gjitha këto janë shenja që duhet kërkuar ndihmë menjëherë ose të pretendojmë në mëngjes ose të marrim 1-2-7 për të kërkuar ndihmë. Pra, janë me pasoja. Çfarë mesazhi tjetër, mësimi mund të nxjerrim? Shkollat duhet të ndalojnë shitjen e këtyre pijeve brenda ambienteve të tyre, sidomos fëmijët dhe adoleshentët. Prindërit tamë duhet të flasin dhe të dinë që siç flitet për duhanin dhe për alkoolin dhe për drograt edhe për pijet energjike, për pasojat ato që ato mund të shkaktojnë. Mediat, sidomos mediat, duhet të shmangin titujt sensacional, histori e frikshme, pa prova dhe pa mbështetje në fakte mjekësore. Kështu që edhe këtu duhet kemi kujdes.
Një mesazh final çfarë mund të themi? Energjia e vërtet nuk vjen nga kanaqet. Energjia e vërtet vjen nga gjumi i mjaftueshëm, nga ushqimi i mirë dhe i kontrolluar, nga aktiviteti fizik dhe kujdesi për veten. Pijet energjike, sidomos të rinjt, mund të jenë shkëndija që ndes probleme serioze shëndetësore. Pra, kjo ishte këshilla për sot, episodi i sotëm, shifemi në episodin e radhës.